Do të kelmendi, sa është numri i përgjithshëm deri me tani që kanë dalë në votim? Deri me tani janë 1223 votues, prej 3304 votuesve, domethënë dikon 37.02% kanë votu. Pritet që numri të rritet tash ka ora 5 deri në 6:30, vazhdimisht kemi fluks më të madh, edhe çdo gjë ka shkuar në rregull. Kjo përbën dikon në rreth 37%. 37.02%. A ka pas ndonjë problem që vlen të theksohet deri me tani? Problem që vlen të theksohet, po edhe probleme të vogla s'kem pas, shumë mirë, ka shkuar shumë qetë, presim që të përfundohet kështu. Kemi pasur në disa raste që votuesit, domethënë nuk kanë gjetur emrin në qendrën e juaj këtu, edhe pse ata gjithmonë kanë votuar në këtë qendër. Ku që don problemi? Problemi është se në dy qendrat e votimit janë emrat e njëjtë, PA-s dhe NZH kemi na, PA-s dhe NZH kanë femia kanë, kështu që votuesit ka herë për kanë voti ata që s'kan mujt me kontrollu se ku kanë vend votimin, që kanë pas mundësinë me kontrollu KQZ, edhe kanë ardhur këtu, po kemi ndihmu se kemi tavolinën ndihmëse që kemi ndihmu gjithë ata që nuk kanë gjetur emrin dhe i kemi gjetë vendin e votimit. Po ka pas edhe votues nga komuna tjera që jetojnë Klinj, por nuk kanë bërë shpërnguljen e vendbanimit dhe dihet që ata s'mujnë. Ky problem që domethënë janë shku komplet në komunë tjetër është problem i Problemi është votuesit. Nuk e kanë rru vendbanimin, është i komunës tjetër, figuron i komunës tjetër, nuk mund të votohet prej komunës tjetër as me kusht as i rregullt, kështu që ata veç nëse dojnë me shku në komunë tjetër me votu. Ju faleminderit shumë.